Në krahun tim të djathtë kam një vajzë shumë simpatike që e kemi përmendur edhe në fillim të emisionit, që e ka bërë një punë fantastike, një libër të mrekullueshëm, edhe unë jam shumë krenare për çikat tona që sidomos në kohën e sotme ku rinia për një me po shkon drejt degenerimit, shqyqyr që kemi akoma fëmijë dhe vajza të tilla që bajnë libra të tilla dhe veç paramenojnë e çfarë libri. Nuk e di sa faqe i ka? 416. 416 faqe. Me mua pra të dashur me që është Sivera Hasani, kur kalon treni me librin e saj më të ri, e që unë jam shumë i lumtur që kam në duar, sepse akoma nuk është bë promovimi, apo Sivera? Jo, akoma nuk u bë promovimi. Kur e kemi promovim të ajtën më duket Po, me zë pash? Të ajtën. Të ajtën ora 19. Po, është promovimi i librit. Pra për krejt ata që doni me shku edhe për krejt ata që jeni simpatizant të librit në përgjithësi edhe të shkrimtarëve të rinj për me mbështet sa më shumë Siverën, kështu që ju ftojmë që me shku në Galerinë e Arteve në Feriza, apo në orën 19 të ajtën. Pra, kështu që po besoj që ka me pas edhe interesim shumë të madh, sidomos për një libër kaq të rëndësishëm. Siverë, tregon pak 17 vjeç. A është libri jot i parë? Jo, është libri jam i dytë. Libri jot i dytë. Nëse mundesh mu afro pak tek pjesa mikrofonit. Libri jot i parë cili ka qenë? Në mes diellit dhe hënës është libri jam i parë që kum botu domethënë qershor vitit kalum. Vitit kalum. Pas ke pauzu pak, pastaj me kalu në librin e dytë. Tregom ka të ardhi inspirimi për me shkruan, vetë jam poete, kështu që është një ndjesi shumë ndryshe kur e kam edhe një poet afër meje, po në moshë shumë të re. Unë kom pas gjithë mund qef me shkru dhe me thonë, po nuk e kom pas atë guximin në fillim, se kom atë edhe pak e vogël. Tani me kalimin e kohës veç vendosa dhe me thonë me fillu me shkru dhe me posë dhe me thonë po kam sukses. Edhe kur e shkruva librin tem të pare, po shqip ju pëlqen edhe më thonë që s'pe botan edhe veç kom vendos me botu. Tani masi e botova librin e parë, normal që kom pos ma shumë guxim, edhe për librin e dytë, më thonë jam kon ma e vendos. Edhe ma e përgatitur. Tregom, nëse bëjmë këtë ndajmën mes librit parë dhe dytit, cilën e kështë veçu. Se gjithë është kjo pjesa cilën libër me veçu ma shumë edhe cilën ma pak. Tash libri parë, dhe më thonë u ka një pjesë tjetër, se u ka në fillimi jam, edhe që tash të është ma i rëndësishëm, normal se... Me nostalgjirë, po, unë ashtu. Po, e para ashtu, edhe u ka dhe më thonë një histori pak ma preksa, ashtu veç vajza, dhe më thonë është dhe më thonë një pjesë tjetër, po kjo libër dhe më thonë është pak ma i përkushtum me noj, se e kom bë pak ma nga dalë, kom javë dhe më thonë pak ma shumë mund prej vetës, gjithashtu edhe ka dhe ma shumë faqe, po edhe... Shumë ma shumë faqe. I pari saj ka pas? 180, dhe më thonë. 180 i ka pas. Po. Kur e mendon prej 180 faqeve ka arrit në 400 sakt, 405, jo, okej, përmbajtja s'po llogarit, ka 413 fundi, do më thonë, një libër me 413 faqe nga një 17 vjeqare. Qyshe kanë prit librin e parë? Po du mund dalë pak tek libri parë, për arsye që unë nuk të kom pas ma herët në këtë emisionin Krah Djathtë, që të regam që është prit libri parë, e ta është të dytin të shumë se që ka me ecë matutje. Libri parë u prit shumë mirë, do me thonë, u kam pak befasi kështu prej njerëzës, se kam prit që po shkruj, po dyqysh ashtu edhe nuk e kanë mendu që, do me thonë, ka që një libra ashtu i mirë, roman, se ka thonë kja e reja, i libri parë, nuk e kanë mendu që ashtu që tani me kalimin e kohës e kam po që ka qenë për me një libër i mirë që ja ka vlejt me lexu, edhe ju ka pëlqy shumë, do me thonë, po kanë qenë shumë befasum njerëzit se nuk e kam prit, do me thonë, e rej, kanë thonë që nuk e na prit që botan këtë mush libër. I bjen që 16 vjetë i ke pas? 16 vjetë. Në moshën 16 vjeqare ke botu librin e parë. Mirë, ndalemi tek libri dytë. Çka përmban libri i dytë? Libri i dytë fol për një histori, do me thonë, është viti 1913, është do me thonë koha tjetër, për shkak se s'kom desh me paraqit këtë vitin tash, për shkak se tash njerëzit ma shumë janë me telefona, teknologji, nuk merren më shumë me njëri tjetrin ashtu. Do me thonë është ai vetë edhe njerëzit do me thonë e paraqiten jetën e njëri tjetrit, po gjithashtu fjalë kryesore është do me thonë treni edhe një hekurudh që e ndon qytetin në dy pjesë. Kjo hekurudh që e ndon qytetin në dy pjesë sjell edhe shumë kujtime, do me thonë nostalgji për këta njerëzit e këtij qyteti.